Muharremi mbante shënime dhe informacione për grupe kriminale, e për policia konkretisht jepte informacione për luftën e UÇK-s, veprat kriminale në Kosovë, emrat dhe mbiemrat e prorëve të UÇK-s, të policisë së Kosovës, të inspektoratit policor të Kosovës, si dhe të përgosërve në Kosovë, emrat të njohur për vepra penale. Qërimi përmes aktivitetit të tij po ashtu ka mbledhur dhe ka siguruar informacione brenda policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po ashtu edhe ka përmendur emrat të zyrtarëve të lartë të AKI-s, politikan dhe zyrtar të shërbimit informativ të Shqipërisë, duke i cituar me emër dhe mbiemër. Nga ekzaminimi i telefonit i është vërejtur se i akuzuari për spionazh ka pasur kontakte me shumë zyrtarë të policisë, AKI-s e të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndonse nuk dihet nëse Roshiq apo Bia bënte ndonjë lloj kompenzimi monetar për Muharrem Qerimin, këta të parët i kryenin punë këtij të fundit. Prokuroria ka marrë vesh se Roshiq i rregullonte dokumentacione të servisë të afërmve të Muharrem Qerimit. Lidhur me këtë, Muharrem Qerimi para policisë dhe prokurorisë së shtetit thotë se Roshiqin e njeh që nga fëmijëria. Ai thotë se së fundmi i kishte ndihmuar me mjete financiare, duke ia sjellë Qerimit 1500 euro dhe duke i sjellë vesh mbathje.